Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet dhe lavderimet i takojnë vetëm Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton, Muhammedin a.s. për familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Tema të cilën do të flas sot është muaji i mëshirës, faljes dhe edukimit shpirtëror. Muaji i shenjtë i Ramazanit është një nga dhuntit më të mëdha që Allahu i madhëruar ja ka dërguar umetit të Muhamedit a.s. Ai është muaj në të cilët besimtarët agjerojnë, afrohen më shumë me Zotin e tyre dhe përpiqen të kontrollojnë zemrën dhe shpirtin nga mëkatet dhe veset e këqija. Këtë e dëshmon edhe fjala e Allahut fuqiplot: O ju që keni besuar, agjerimi ju është bërë obligim, ashtu siç ishte obligim edhe për ata para jush, që të bëheni të devotshëm. Po ashtu Muhamedi a.s. ka thënë: agjerimi është mburoja. Agjerimi në Ramazan nuk është vetëm heqje dorë nga ushqimi dhe pija, nga agimi deri në perëndim të diellit, por është një adhurim i plot që përfshin edhe gjuhën, syt, zemrën dhe mendjen. Besimtari mëson të kontrollojë veten, të jetë i durueshëm dhe i përmbajtur në veprat e tij. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë se kush nuk heq dorë nga fjalët dhe veprat e këqija, Allahu i madhëruar nuk ka nevojë për etjen dhe urinë e tij. Ramazani gjithashtu është muaji i mëshirës dhe faljes. Në këtë muaj, dyert e xhenetit hapen, ndërsa dyert e xhenemit mbyllen dhe shejtanët lidhen. Allahu jep mundësi robërve të tij të pendohen sinqerisht dhe të kthehen në rrugën e drejtë. Një nga netët më të rëndësishme të këtij muaji është nata e Kadrit, e cila është më e rëndësishme se 1000 muaj. Po ashtu, Allahu i madhëruar thotë: nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Përveç adhurimeve personale, Ramazani forcon edhe lidhjet shoqërore dhe familjare. Besimtarët kujdesen për të varfërit, japin sadaka dhe zekat, ndajnë iftarin me fëmijët dhe familjet dhe përhapin më shumë dashuri në shoqëri. Si përfundim, Ramazani është një shkollë edukimi shpirtëror që na mundëson durim, solidaritet dhe besim. Ai është një mundësi e artë për ndryshim pozitiv dhe për një jetë më të mirë sipas mësimeve islame.